Vëmë copën e 2 të pandispanjës. Me krem lyejmë tër tortën. Pjesët anësore të tortës i kalojmë në bajame të prera në fije. Kremin e mbetur e vëmë në shirin kuzhine. Me ndihmën e shiringës bukurojmë tortën. Zbukurimin e përfundojmë me 8 kokra lajthi. Tortën e presim në copë. Tri copë tortë toska i vëmë në pjatën për servirje. Me këtë ëmbëlsirë rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit Chardonnay, me aromë të frutave dhe me shije të ëmbël. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Në fund pijeni një filxhan kafe të shijshme. Ju bëf të mirë. Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për ëmbëlsirë të përgatisni tortë rrotë. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire ju nevojiten këto prodhime: 600 gram miell, 12 lugë sheqer, 70 gram gjalp, 6 lugë marmeladë kumbullash, 1 pako sheqer vanilje, 6 lugë vaj, 2 pako buding vanilje, 3 lugë qumësht, 250 gram gjalp, 10 lugë sheqer, 3 lugë kakao, 2 lugë kafeje sot buke, 400 gram sheqer, 250 gram sheqer pluhur, 1 pako buding çokolate, 500 ml qumësht, 1 litër qumësht. Koha e nevojshme për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire është 60 minuta. Në një enë të madhe dhe të thellë hedhi marmelatën. Shtojmë 500 ml qumësht, edhe 6 lugë vaj. Përziejmë telin e kushinës derisa të bashkohet masa. Ne shtojmë 400 gram sheqer. Edhe sheqer vaniljen.
Sodën e bukës e hedhim në enën me miell. Përziej me lugë dhe miellin e hedhim në enën për përzierje. Përziej me lugë derisa të bashkohet masa. Brumin për pandispanj e derdhim në tavë, në të cilën kemi shtruar letër. Rafshojmë sipërfaqen. Tavën e vëmë në furrë. Pjekim 20 minuta në temperaturë 200 gradë. Fillojmë me përgatitjen e kremit. Në tenxherën në zjarr hedhim rreth 800 ml qumësht. Shtojmë 10 lugë sheqer dhe përziejmë me tel. Në qumshtin e mbetur shtojmë pluhurin për puding, vanilje dhe çokoladë. Përziejmë me tel. Duke e përzier pa ndërprer, në tenxherën me qumështin e valuar, shtojmë budingun e zbutur. Zjejmë derisa budingu të fitojë densitetin e duhur. Largojmë tenxherën nga zjarri. Fillojmë me përgatitjen e kremit të çokoladës. Në tenxherë hedhim 3 lugë qumësht, 70 gram gjalp dhe tenxherën e vëmë në zjarr. Shtojmë 12 lugë sheqer dhe përziejmë me lugë derisa të bashkohet masa. Shtojmë kakahon. Përziejmë pa ndërprer derisa kremi të fitojë densitetin e duhur. Tavën me pandispanjën e pjekur e nxjerrim nga furra. Pandispanjën e kthejmë nga prapa dhe ja largojmë letrën. Në enën për përzierje hedhim 250 gram gjalp dhe 250 gram sheqer pluhur. I rrahim me mikser derisa gjalpi fillon të shkumzohet. Budingun e ftohur e rrahim me mikser. Në enën me puding shtojmë gjalpin e rrahur. I rrahim me mikser derisa të bashkohet masa. Pandispanjën e ftohur e presim në 4 copë të njëjta. Copën e parë e presim përsë gjati në 2 copë.
E lyej me krem copën e poshtme.